الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahu në falëndrojmë, prej Allahu ndihmë dhe falje kërkojmë, salate dhe selame të përzemërt mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam qojmë. I nderuar i xhamat, pikë pari e shfrytëzoj rastin që ju përshëndes nga shpirti dhe zemra me përshëndetjen islame: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Vazhdojmë aty ku kena mbet me vargun dhe zinxhirin e ligjëratave tona, të cilët kanë të bëjnë me mëkatet e mëdha, me gjunate e mëdha. Për sot është në radhë gjunahi i 16, me numër gjunahi i 16, i cili ka të bënë me dëshminë e rrejshme, me dëshmu rrejshëm, shkurt dhe qartë me rrejt, me dëshmu se finoni e ka bon, shka që se ka bon. Për këtë temë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbrit disa ajete, duke i qërtu çdo njeri i cili dëshmon rrejshëm. Sa që në suratul Furqan, që në Kur'anin në Shqip, kur shkoni të shtëpia që, në fund suratul Furqan, i kam shpjegu këto para pandemisë, shenjat e robërve të Zotit. Një prej shenjave të mira të robërve të Zotit është edhe ata të cilët nuk dëshmojnë kur rrejshëm. Flasin drejt, edhe pse kundra meje ajo, unë e flas drejtën edhe pikë, sa dole të më kushton, nuk më kushton më shumë se dënimi i Zotit. Po u dënoshta, po nashtë. Ma mirë e paguj dënimin këtë dunjo, se sa me më ushtu dënimin atë dunjo. Për ata, Allahu e teki në Kur'an tha, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, dhe ata të cilët nuk dëshmojnë rrejshëm. Pra dhe ata të cilët nuk dëshmojnë rrejshëm. Sepse, duhet ta dim vëllezër, dëshmia e rrejshme, më në mend që t'jali, dëshmia e rrejshme është në rang të parë me shirkun. Prej gjunave jashtëzakonisht të mëdha. Ngona ajetin Kur'anit. Unë s'po them kështu. Unë kam thonë më shumë se një herë edhe jam të thonë dhe kam e thonën. Unë kur gjo prej veti që tu nuk shpjegoj. Unë vetëm jam një përkthyes. I marr ajetet kuranore, hadithet e Resulullahit, ngjarjet e historisë, i qesëtoj dhe i përkthej. Kur gjo të dhjo? Allahu në Kur'an thotë: "Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zuri." La ilaha illallah. Këtë ajet nëse do dikush me e gjen suratul Hajj ajeti 30. Suratul Hajj ajeti 30. Çka thot Allahu? Allahu thot: largojuni ndytësirave të adhurimeve të kota të putave dhe largojuni dëshmive të rrejshëm. Domethënë të dihet i ka po barabar. Shirkun dhe dëshmia e rrejshme po shkojnë bashkë. Pse? Sepse kjo ka të bën me imanin. Rrena ka të bën me imanin. Pra kur rren ti, faktikisht ti pe rren imanin tënd. Pra ata besnikëria duhet të jetë vazhdimisht. Ku kam thonë në më shumë se njerë se thuje të vërtetën edhe pse është e idhët, kështu thot populli, thuje më të vërtetë. Çka kemi bëti përveç se më dhoni dënim. Pe paguaj dënimin. Ma mirë pe paguaj këtë dunjo, se sa më grumbullu çaj dënim në atë dunjo. Domethënë, po shif ka se çfarë gjunah i madh është çështja e dëshmisë së rrejshme. Pra ata, kjo ka llogaritë thash për mojave, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab." Dina thot se me të vërtet Allahu nuk i udhëzon. Ajet kuranor është. Allahu nuk i udhëzon për buzësit të cilët janë gënjeshtar. Wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhaban. Njeriu i cili vazhdon duke rrejtën derisa tek Allahu do shkojë rënavec.
Ai cili rren shumë, dëshmon rrenshëm, mo tek Allahu e merr epitetin si rrena vet. Edhe mo nuk pranohet as dëshmia jote, po ti nuk ka brejtjet as jetën tënde. Soi mësuesit atje, ju 3 të voglit, ha? Vallai mësues e pa ata gjyshen e smut. Pse be pe ban gjyshen smut? Ka tek babgjishi. Pa i babgjishi jot sa herë be vdes? Pse mëra me rrejtën? Mëso gjumi, ma mirë. Mësos, kesh i lot. Mësos, kesh i mërzitshëm. Mëso me fol drejt, se nëse e merr shprehjen, më në mend se djali. Nëse e merr shprehjen që ti të gënjesh, ajo të jetë shprehi. Ama kur e merr shprehjen me fol, vallahi më ka ndodhur personalisht. Vallahi personalisht më ka ndodhur. Isha në Kosovë, çfarë të tregoj ku? Edhe polici dashni me më dënuan. Tha zotëri, thash, tamam. Po tha tash shkruani dënim atë se hoxha. Jo, thash, çat qetrin. Thash se nëse çështo thash balem më le thash muj lezet me rrejt, thash, nuk do me rrejtëm. Për zotin e të shkam tha, halal të atë kohë tha, falë të ekipi muj tha hec. Pse? Po pse mëra s'kam bu krim. Më zotë të vozi shpejt, radar, më denoj, në vend se me më denu 50, të kemë më denu 25. Jo, denon 50, e jo të s'po denoj hiq. Pra, cëla tash, se edhe 50 që edhe 20 që këshin shkuen, ama ajo besnikëria met, pra mere shprehi me thonë drejten. Edhe hoqëllarë dhe i kom thonën, o hoqë, mos ma rrej fejën e Allahut. Kajt për krajnë e të mqesin. Në të mqesin për i tëtë, ama vetëm drejt ka me folën, qa ka shkrit Allahu në Kur'an dhe pejgamberi në sunet. Pse për atër gjëmotit dhe me të rrejt i e fejën? Pse? Kush jeti, shka ki me mbanë? Shka ki me mbanë ma shumë se të unë e me loni imam lëki, qka bëhat? Ama kër e lo si besnik, jo si rancë. A be shef, thuje mërë të vërtetë mu së tut. Plot për më thënë, luki që shë ki poti në poj gjëmoti. Pasha Allahun, nëse qëndron besnik me xhamatin, pasha Allahun xhamati kanë mështuar respektin ndaj teje. Pasha Allahun e çapës këtë vend dhe këtë ditë, para këtij xhamati po vaj bie me 10 xhamatlim kanë thonë. Pasha Allahun kanë thonë. Hoxha ndryshe kena pritën halal kofta, ndryshe tha, kanë akon realitetin ai ban tha halal kalumë, tash halal e keni këtë për meje. Halal e keni çdo herë për meje. S'ka problem. Kemi ditë kiameti dalmi para Allahut gjikohemi. Pra, qëndro besnik. Besnikëria e parë ka duhesh më konë pikë pari qëndron besnik me Zotin. Nëse qëndron ti besnik, ma në mend se t'jali rini, nëse qëndron ti besnik me Allahun, ta dish se Allahu ka me qëndru besnik me ty. Nëse Allahu qëndron besnik me ty, Allahu ka me ta mundësu qëndru konë besnik edhe me krijesat. Nuk rrejnë besimtari. S'kam bre nevoj me të rrejnë, pse me të rrejnë tëmë? Se rrejnë si tutët, apo tutë vetë. Jo bre, jo, nuk e ka menën me të rrejnë. E amën, e që kjo jam edhe pikë. Edhe mësuesi thujtë e shkolla, edhe shefi thujtë e puna, edhe që drejt be thuj se kur gjosën ban o vla. Thuj e be hakin, thuj e të vërtetën. Edhe në fe thuj e të vërtetën. Edhe në fe spjegoj e të vërtetën. Njeri pa të thonë një hoxhës, ma herët. Pash Allahin e qabës, e mora argumenti kunanëror, pash Allahin thash, ama rizalillah, kështu e gjëra. Hajde thash që këtë liber e ki edhe ti edhe une. Qep ku e kimi edhe ti edhe une. Pash Allahin thash të do shka përshkruun, thash edhe pse thash gjemati si keni kalzu. Në kam përqona pasha Allahun. Në kam përqona pasha Allahun e qabës. A di shëm tha, në kam këto kam mësë qofshin më nësë sa shështë e vërtet. Tha po bre po tha, na pejdim, ama shka me bon tha se gjematin e kena mësu që është. Gjematin e ke mësu. Jo, thash unë e gjematin se mësoj me rrejna. Unë gjematin se mësoj për hatër. Gjematin nuk e mësoj për hatër. Unë gjematin e mësoj që ka thonë Allah dhe pejgamberi. E amël, e ith. Se më në menë që ta vëzi, besnikëria ngrit personalitet. Rrejna ullë. Rrenat ullët, po shtërën, a besnikëria të ngritë. E me në pytë gjithë dhe që të qemë, qka ki qefë më konën, a ngritur a i po i ullët? Jo, la i ngritur, qëndro besnik. Ama numër 1, besnik qëndro me Allahun. Tani qëndro besnik me krijesat e qera e kështu me radhë. Sepse thash, Allahu nuk pe e udhëzoj ka a i cili koka bërbuzës dhe gënjeshtarë. Kjo është e para. E dyta thot është Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall, ai cili
dëshmon rrejshëm, Allahu Azza wa Jall do t'ja ngrit dritën nga gjoksi i vet dhe nga fytyra e vet, si pasojë e gënjeshës. E treta do të është atë të cilin e ke i ke bo rrejnë, e ke rrejt, ke dëshmu rrejshëm, pra ati i ke bo zullum, sa e ka morë pej teje se ka besut në ty, pra e ke bo pa drejtësi. E di një rast, vëllezër, vallahi e di një rast, çka e kanë dëshmu rrejshëm, e di unë atë rast, shumë mirë e di, e kanë bo një farë falsifikimin kundra një qetrit. Pasha Allahin e qabës, kur ai njeri ditë bardha nuk ka pas e ka marrë në qafë qetrin. E di rastin, vallahi. Pra, pasoj, shka ti kokëshe zullumqar, pasoj e qetrit është të thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, kullu muslimin, alel muslimi haram, çdo besimtar, për besimtarin e ka haram. Çka ka haram? Unë ndaj te e kam haram, ti ndaj me e ki haram. Haram e kemi njën qëtit. Cëllën? Haram ja kemi njën i qëtit pasurien. Qysh gudzoj me ta morën ti pasurien? Qysh guzon ti mund më më pasurien? Qysh, hajde, kalzom. E para. E dyta dhët, gjakun, estakfirullah. Qysh gudzoj me ta derë gjakun ty, hëne? Qysh guzon ti më derë gjakun mua? Qysh? Pra ata të të vjen koha kur të të spjegoj dhe njëri, insha Allah Teala, që të vrasit e fundi që ka pëndodhin. Apo e shifnin shoqërinë tonë. Namaz ka shku me falë, mas gjumos konë hratjeri. La ilaha illallah. Sot djava, ndodhi, jo ma lakë se sot djava, mas gjumos, ndodhi, në ora 2. Edhe e treta do të është wa irduhu. Edhe mja ngacmu moralin. Runa zot, muslimonit mja ngacmu moralin. Te që kjo rinia pak po janë klirë ka goja, kur po thojnë qika filonit, raja filonit, nusja filonit, po lej mara këshirë punën tonë e pasha Allahin, po shka po t'intereson ti për qikën e filonit ku po shkon dhe ku po ven? Shka po t'intereson për gryjën e filonit ku po shkon dhe ku po ven? Shka po t'intereson për nonën a për gryjën e filonit? Shka po t'intereson të punë? Kusht kalon ti t'ja advokati je këto a? Shka jeti këto a? Pra kujdes, sepse këto janë zullum besimtarit e kështu me radhë. Pra ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte një herë duke qëndruar me disa shokë. Gjone mirë këtë ngjarje. Edhe pejgamberi alaihi salatu wasalam po ju thotë: "Ala unabbiukum bi akbaril kebair." A doni thotë që ju tregoj thotë ju për gjunojnë më të madh i cili është të pranishmit i tanë bela ja Rasulullah. Po i dërgumi zotit. Qish jo? Po dojmë na të kaldu. Cële janë gjunat atim? I pari gjunat tha shirk mi po zotit. Estakfirullah. Me thonë që ka dhe zot tjetër. Me shku me adhuru në gje puta. Me shku me junit gaditu a gje putave. Me shku a gje të vorat me kërkondim. E qira tjera. Pra, shirka janë këto. Gjunoj më i madhës shirku. O kokul walidejn i dyti gjuna është mos respektimi i prindërve. O ju të cilët keni prindërve për i zatë Zotit. Edhe ne o cilët ta kanë vdek prindërit për i zatë Zotit. Mujmë kanë vdek të ditë. Po ju shumica këtu i keni gjallë, Allahu ja urujtë të Rabbi. O ju cilët keni gjallë prindërit, kujdesve për i zatë Zotit. Kujdesve si po sillen në prindërit e juaj. Pra, edhe i treti gjuna tha, ela wa qawlu zur. Dëshmia e rrejshme. Pra e para kana shirku, e dyta mos respekti i prindërve, i treti gjuna ma i malë ka kush, dëshmia e rrejshme. Pejgamberi thënë, ishte ullur me shokët, ishte bile kështu me shkujt pak balla katonarqe, pak si i shtrimi ish pejgamberi, edhe kur u qu e nisi pe përsërit, dëshmien e rrejshme, atë shumë e ngrejti zonin, sa që të pranishmi thënë, të këtë sikur të kishte shujt pejgamberi se shumë i dha rëndësi të madhe kësaj punës dëshmies e rrejshme. Dëshmia e rrejshme vlezën është katastrofë. Me të shpu për vilojnë, po vallaj kam po filojnë të vjedhë, estakfirullah, po vallaj kam po filonën të shku filan vinin, po vallaj kam po kjo ato që se ka ponë. Për shka? Për me arrit një qëllim a tjetëri a gjepon me, mu ngrit pak tita, estakfirullah, ama për me në qafë launa për mutën tënde. Kujdes e dëshmia e rrejshme nuk po falë ka të zoti. Walladhina la yashhaduna zur, dhe ata të cilët nuk dëshmojnë rrejshëm. Me këtë për e përfundoj,
këtë ngjarje e kam shpjeguar para disa viteve, nuk më kujtohet saktësisht, vetë e di që e kam shpjeguar. Për dëshminë e rrejshme e kam fjalën dhe me këtë po e përfundoj për sot. Në një shtet prej shteteve islame në Arabia që kanë ndodhen një herë kanë qenë dy vëllezër. Allahu. Kanë qenë dy vëllezër. Edhe njëri vëlla është provu me smuj, ngoni mirë, o ju vëllezër dhe ju rini një nderuar. Ngoni ishte dhe me thonë dëshmia e rrejshme. Ngoni fundin. Edhe njëri vëlla u smu me smunjen e keqe çka po i thojmë ne, edhe ai e pasi mbas analizave se puna e tij nuk po shkon. E mori vllaun e vet. Dhe po i thot vllaut vet, o vlla, puna jeme po shihet dhe po vrehet. Emanet po të ilon që të fëmijët e mi dhe që të pasurinë time. Edhe familjen time, emanet po të ilon. A vlla bre tha mos kije ta gajle, tha se mbes Zotit, ta të unë ta i kije. Mo be vlla, tha vetë inshallah ti ta shërohesh, tha se këtë emanet ta ka me çun vend. E muri emanetin e qiti ke dokumentet për mi vete kuaj diçka, në fund vdiq vllau. Edhe ke filloj me pasurinë e vllaut shumë me hecën. Ama fëmijët ishin vegjël. Pas një kohës fëmijët u rritën. Shkuan te migja tash, te axha. Po i thojnë migjës o axh. O migj. Pasuria shka e kalon babat e ti emanet. Kthene be arë se na imi tash gjendje me punu me pasurinë tonë, edhe na di me menaxhuan. Axha ju tha, çfarë pasurie tha? Baba ju tha, kur gjo s'kalon. Axh, na e dim se që ke pasuri, që ke pjesë është e jonja. Po ides, kur gjo tha s'keni. Këto jetimet e qitën ankesën e banën në gjykat. Kur e banën në gjykat, ke e dim të vetën. Ngone mirë vlezër pasha Allahun e qabës. E dim të vetën, shkoj dhe mori 2 dëshmitar të rrejshëm. Të dëshmia rrejshme jemi. I mori 2 dëshmitar. Edhe gjykata punosi mas dëshmive. Dokumentet kivesh i kishte. Sepse vavi më herët ja bëndhën këtina. Dëshmia e dytë, dëshmitarët ishin prezent. Edhe gjykatësi ta unë punosi mas dëshmive. Edhe e mori pasurinë krejt. Aje në gjykat e humbi pasurinë ke jetimi. Këta jetimet. Edhe këto u gëzun. Se e fitum landën në gjithë. E fitum. Edhe i mori këto, tha, hajde shti qkojmë ta festojmë me një restoran dikun. Pasha Allahun kjo ka ndodhë, edhe qytetin e diku ka ndodhën. Edhe mu shkun me festuën. Rrugës të shkun autostradën, ama gruja edhe fmit, kur kanë dalë prej gjykatës, ndër gjykatës e kanë thonë që këtë fjallë. O Allah! Ju kanë anku ati, shka ati si pshefet kur shanë. O Allah! Ti e din se qësh ka fitu këtë pasuri. Edhe këto dëshmitarët e rrejshëm të i din se qësh kanë dëshmu, o Zot, o Allah, vëllaj kështu ka thonë, o Allah, na e dim se her do kur për këti një sëllum qarë dhe kemi mërë hakun. O Allah, tash kalzoj forcën tonë dhe o Allah, tash realizoj premtimin tanë o Allah për cilën ke thonë, bje ke bon, wa izzeti le ansuran në ke wala u bade il, pasha madrin time ka me dimu, hëtë kur, ke bo bje për neve o Allah dëshmoj e vetën se mundesh me bon, pasha Allahun e qabës vlezët të ndëruar, që ke lutje e këtime viktimave, arriti tek Allahu Azza wa Jall, shka ati kur gjo nuk im shefet, rrugës nuk e shku me festu ato, kanë bon ndeshje me një kamion, top me kashore janë bot të tre dhe në vend kanë vdekën. Edhe tani mas kur kanë vdek këto, se dëshmuan rrejshëm, kur kanë vdek këto, është që gruja këti në vdekmit, të migjës tash, zullumqarit, ka shku në gjikat, edhe i ka thonë gjikatës, o gjikatës, pasha Allah në thotë, unë dëshmoj se që këtë pasuri nuk është e jonja, burë jam ka shku se e ka morë me mashtrime, edhe ata dyshe kanë ndekë në konë dëshmitar të rrejshëm, o gjykas lutëm që ta ma hek pej, këtheje të jetimët se kjo është pasuria e jetimave. Edhe u këthi pasuria të jetimat. O lezët të nderuar, a peshet dëshmia rrejshme që ka është? Pra kujdes kur dëshmoni, kur thirë dikushin bez dhe në emanet, thuj vallahi ma ban halal.
ose tregoj drejtën, ose thuj nuk mundem unë me himat e andej. Sepse për ndryshe, tek Allahu Azza wa Jall, wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhaban. Thot njeriu i cili thot rren, vazhdimisht rren, derisa tek Allahu do të shkruhet si gënjeshtar. Rrens, tradhtar. Burri muslimani nuk rren. Burri muslimani nuk tradhton. Burri muslimani nuk dëshmon rrejshëm. Lusmi Allahun Azza wa Jall, që Allahu të na largon nga ky mëkat. Nga ky mëkat i shumtuar, sepse tham se koka në rend, i treti mëkat për mëkateve të mëdha. E para koka shirku, i dyti mos respekti i prindërve dhe i treti mëkat koka dëshmia e rrejshme. Allahu na bën për atë që jemi besnik, pikë pari me besnik me Allahun, tani mas besnik me krijesat, të besnik të jetojmë, besnik të veprojmë, sidomos ju studentët që kanë keni farë do farë ngarkesa me profesorët e me arsimtarët e me mësuesit, por wallahi mos mendo si jetoj rrin mësuesin, jetoj rrin vetën. Bëhu besnik, se pasha Allahu nëse qëndron besnik, ta dish edhe mësuesi ka me apo profesori apo kujt dikush që ai ka me qëndru me ty besnik. Allahu na bëj prej besnikëve inshallah. Me besnikëri të jetojmë, me besnikë të vdesim, kështu Allahun të takojmë. Allahu inshallah nga zjarmi i xhehenemit të na largon dhe gjithve inshallah me Jannatul Firdaus të na graton. Amin, amin. آمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.